Nëse ka të bëjë me aktivitetet e tij në veri ose gjatë luftës së UÇK-s. Mameti ka qenë pjesëtar i njësisë speciale, në fakt së fundmi ka qenë pjesëtar i policisë ushtarake në brigadën e 62 në tokën e policisë. Në aplikimin e përbashkët që kanë bërë policët e ushtrisë shtimtare të Kosovës ka aplikuar si policë dhe ka kryer gjitha trajnimet me sukses dhe ka vazhduar si policë. Deri kur është graduar si rreshtar, njëti ka kryer detyra të ndryshme brenda stacionit Kaçanikut dhe regionit. Me kërkesat veçanta që janë bën në veri, ju ka përgjigj kërkesave që kanë nga regioni dhe ajo që dihet dikon për më shumë se 2 muaj afërsisht e di në një moment ka qëndruar në veri dhe ka kryer me sukses të gjitha detyrat që ju kanë dhënë nga prurët e vet. Ndërsa pistat që mund të lidhen me veriu nuk kanë njohuri për shkak të mos njohurive rreth detyrave që ka pas në atë pjesë, ajo që më kujtohet që kemi ngrit një shqetësim me policinë, kjo është mirë që ta përmend, më kujtohet rastësisht, bashkë me një djalë i cili kishte arritur, një djalë i Ferizajt, që kishte arritur të hulumtoj një sajt ku një grup kriminal apo edhe agentësh serb kishin fotografu zyrtarët e policisë Kosovës, i kishin nda mes vete duke i deshifru dhe duke i bërë profilet e tyre. Ne në kohën e kishim marrë informacione, djalin e kisha orientu tek njësitë përkatëse të policisë Kosovës, nuk di se çfarë ka ndodhur, por më kujtohet që një grup që unë besoj dhe dyshoj se mund të kenë qenë edhe agent serb, i kishin fotografu gjatë aktiviteteve në veri dhe i kanë ekspozuar dhënat e tyre kundrejt grupit. Ky djalë që është një djalë që ka punuar në Afganistan dhe është një IT jashtëzakonshëm i Ferizajt, më kishte treguar mua dhe në ndërkohë për shqetësimin që kishte dhënë ai, kishte nda me policinë e Kosovës, por kur s'ka marrë feedback nëse është ndërmarrë diçka konkrete ndaj atij grupi që ka qenë se s'gaboj në Telegram dhe se më kujtohet që janë ekspozuar shumë të dhënat të zyrtarit të policisë Kosovës dhe fotografi ndryshme që kishin operuar. Dhe nuk e di nëse edhe Muhameti ka qenë i ekspozuar në ato fotografi apo jam. Po gjithsesi po diskutabile kjo. Kjo zona e Kaçanikut është në zonën e Ferizajt, domethënë regioni Ferizaj. Ferizaj është në zonën e Kaçanikut. Po, se Ferizaj. Po. Atë 2 qytetarë të Ferizajt janë arrestuar si bashkëpunëtor të BIA-s. A mund të kjo një lidhje që informacionet rrjedh merr që ky polic ka qenë ushtar ai kënaj, kështu që ka shumë pista që duhet më hetu pe prokurorisë